Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për ndërtimin e centralit të gjenerues të energjisë elektrike për vetë prodhim dhe veprave ndihmëse në zonën e aeroportit të Kukësit, njësia administrative shtiqen nga shoqëria Global Technical Mechanics. Kapaciteti instaluar këtij centrali do të jetë 12 MW. Ky central nuk është objekt koncensioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse. Sipas vendimit, koha për ndërtimin pajisjen me lejen e ndërtimit dhe vënien në operim të implantit fotovoltaik do të jetë brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e vendimit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrjet e përgjithshme me afate 3 mujore gjatë realizimit, vënies në punë dhe operimit me synim që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe të dokumentacionit të projektit. Ndërkohë, shoqëria ka detyrim që të paraqesë periodikisht çdo 3 muaj pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore informacion për ecurinë e ndërtimit të centralit. Në këtë kontratë përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve për realizimin e këtij projekti, penalitetet në rast të mosrealizimit, si dhe çështjet e tjera që lidhen me zbatimin e saj. Kompania do t'i japë falas në formë royalty Ministrisë përgjegjëse për energjinë, sasinë e energjisë elektrike në masë 2% të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare.